Hapi mirë pakon nga timu, duke qenë se unë kam bërë disa ndryshime në shtëpi, më duhet një tapet për dhomën e fëmijëve. Unë shtëpinë e kam të shtruar në tapet dhe duhet diçka që ta mbronte. E doja një tapet që të ishte i bardhë për t'i dhënë më shumë drejtim dhomës, e doja që të ngjitej, mos ishte nga këta tapetet që të lëvizte. E treta e doja rumbullak, më duket stil më interesant dhe me fundit më e rëndësishme e doja të butë soft, pasi e kanë qejf fëmijët por dhe vetë. Dhe gjeta atë që kërkoja 27 pound dhe me rëndësishmja lahet në lavatrice. Ndërkohë që i kërkej përgjigje dhe kësaj zonjës, nënës të 3 fëmijëve, e cila më kontaktoi dhe donte interesoheshe në fakt për punën online. Nuk është regjistruar akoma, i dërgova linkun e dyqanit për të parë produktet, për të parë çmimet dhe më pas të shikoj nëse ja vlen për atë që ajo kërkon apo nuk ja vlen. Jo vetëm e të, për çdo person që mua më ka kontaktuar, unë jam treguar atë që është realiteti. Pra, thjesht realitetin, asgjë më shumë, asgjë më pak. Më pas, po diti realitetin dhe i pranon kushtet e punës, mund të regjistrohet. Nëse jo, nuk ka asnjë një problem. Më mirë të din realitetin se më pas t'ju dalin surpriza rrugës. Ndërkohë që ky ishte rezultati, pa më thoni mendimin tuaj. Më pëlqeu shumë, ja vlente për lekët, por gjithashtu dhe për, e di, shumë soft, shumë i butë.